Këtu është horoskopi i mërkur 25 qershor 2025 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Ju jeni nervoz, ka një moment të ri që vjen në ditët e ardhshme, do të jetë e lehtë ta kapërceni atë. Çdo sfidë mund të fitohet, mos e harroni kur këtë. Demi. Nëse një histori dashurie shkon keq ose një njeri ka nevojë për ju, do të jetë gjatë ditës së sotme që disa të vërteta do të dalin në sipërfaqe, raskapitje fizike. Këshillohet që të shmangni ndryshimet drastike, bëni kujdes të mos bëni gabime, kontrolloni me kujdes përpara se të lidhni një marrëveshje. Binjaket. Bisedimet dhe bisedimet duhet të menaxhohen me kujdes, intoleranca mbretëron suprem. Ka një çështje biznesi për të zgjidhur, sa më shpejt të jetë e mundur. Gaforja. Një pasiguri në dashuri mund të kapërcehet vetëm nëse njëri nga të dy fal ose tregon më shumë disponueshmëri, rrimëkëmbjen në biznes. Takime për të kuptuar se kush është përgjegjës dhe kush jo, ju mund të largoheni nga ata që nuk e meritojnë më besimin tuaj. Luani. Ka shumë keq kuptime, ose në çdo rast situata që kërkojnë sqarime në punë. Vizitë e papritur nga një i afërm. Virgjeresha. Ata që kanë shtyrë prej kohësh legalizimin e një sindikate ose duan të krijojnë njohje do të kenë një periudhë të veçantë, padyshim pozitive. Peshorja. Ditë pozitive, kjo është një kohë e shkëlqyer për të provuar të zgjidhni një problem pune, dashuria bëhet sërish aktive. Jo gjithçka që keni bërë ka sjell kënaqësi, por do të jetë e lehtë të ktheni faqen dhe të vazhdoni përpara. Akrepi. Jeni në garë për të qenë të qetë, por është gjithmonë e vështirë për ju të braktisni reflektimet melankolike dhe të hidhura. Mos u tregoni kokfort me ata që nuk e meritojnë vëmendjen tuaj, por kërkoni zhvillime pozitive në dashuri dhe në punë. Shigjetari. Martesat dhe bashkimet që janë në krizë kanë një distancë për të kapërcyer dhe ditë si kjo e sotmja mund të krijojnë disa keqkuptime, duhet të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë. Britsjapi. Paqëndrueshmëria emocionale që rezulton nga fakti se disa rrugë jetësore kanë ndryshuar muajt e fundit. Ju rrezikoni disa shqetësime të vogla pas dite, mos e teproni. Ujori. Mbetet vetëm pak përpjekje për të gjetur marrëveshjet e duhura, por dita është në favorin tuaj. Ujorët që janë më të hutuar nga dashuria tani mund të bëjnë zgjedhje të rëndësishme. Peshqit. Ju duhet të merrni përsëri frenat e jetës tuaj në dorën tuaj, tani ju vendosni. Rikuperimi i emocioneve pas një periudhe, për disa, i sikletit dhe pakënaqësisë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimin. Ditën e mirë.